Dy kandidatët në balotazh për komunën e Bogovinës nisën fushatën për rrethin e dytë të zgjedhjeve. Kandidati i Vlenit Fethi Abazi tha gjatë ditës se do të trokas në çdo derë për të kërkuar mbështetje, ndërsa fokusi do të jetë te ujësiellësit. Programa jon do vazhdohet edhe këtë afatin di avo. Mundësisht mbrinjet deri te qytetari i fundit lidhje me kryesisht problematikat e ujësiellësave që ekziston në territorin e komunës Bogovinës, me projektet infrastrukturore, investime kapitale, edhe në ekologji me pastrimin dhe intervenimin për deponitë e egra kryesisht. Pastaj qasja jonë institucionale, mendojmë tregojmë institucion apo komunë transparente. Besnik Imshiu nga AKI tha se do të fokusohet në promovimin e projekteve të realizuara deri më tani, duke u dëshmuar qytetarëve se mandati ka qenë i suksesshëm, ndërsa pret arritjen e rezultatit më të mirë në rrethin e dytë. Gjatë këtij mandati jemi realizuar shumë projekte, ne afërsisht i kemi 13 projekte të cilët i kemi fitu dhe nuk i kemi hap thirrje, shpresojmë se në mandatin tjetër që do ta kemi, do të hapim thirrje, do të realizojmë këto projektet kryesore të cilët i kemi realizuar në komunën të Bogovinës në çdo banim. Projekti më themelor është salla sportive në Bogovinë, që ka qenë një kërkesë e kamshme banorëve të Bogovinës. Projekte tjera kemi realizuar ujë për pije në vendbanimin në Pirok. Për momentin është duke u punuar, do të gjitha këto projekte të cilët i kemi punu, do të mundohemi brenda kësaj kohe që t'i promovojmë me qëllim që qytetarët e komunës së Bogovinës të kenë njohuri për punën që janë bërë. Raundi i parë në Bogovinë përfundoi me rezultate në favor të kandidatit të Vlenit, i cili mori 5295 vota, ndërsa ai i AKI-s 5207, po asnjëri nuk arritën 50% plus 1, të nevojshme për të fituar që në raundin e parë.